Vionik Tusi. Pra këtu kam Vionikun, që është instrumentisti talentu, po se sa i talentu do të na tregoj tani. Ne ishim me grupin e vallave në Dasëm, edhe Vioniku sa përshëndeti publikun aty në Dasëm, ë? Po të marrë edhe në përdashme, ë? Marton Kushriun edhe erdhe me i bën Saidi kështu, ë? Me që ti au kënaqen edhe? Po, shumë. Qa bore? Bore një instrumentale? Bëna melodinë në Shrytit. Po? Ato që e ka zgjell, vetë ai. Po, e ke mësu? Me profesor Pjetër Nimani. Me Pjetër Nimani tek Qendra Kulturore Fëmijëve, ë? Po, Aty në Laç. Edhe tani jeni bën. Ti një është ai Leoneli, edhe kush është tjetër Marko? Marko Hodi. Pra edhe jeni bën një treshe e famshme, tre musketierë, domethënë çiftelinë e përdorni, domethënë jeni ajo tria Pukës dikush, më duket ngaherë, por tani një trio e Laçit ju, apo? Shpresoj, bëhemi një ditë. E ke pasion që kur e ke mësu çiftelinë? Çiftelinë kam nisë nga mosha 8 vjeçare. Po. Po prapë në Pallatin e Kulturës Laçit edhe kam marrë pjesë për herë të parë tek festivali 16 në Fushars. Aha. Edhe more çmim? Çmimin e parë kemi marrë si instrumentale. Po, e di që e keni marrë ju si instrumentale, çmim parë. Shiko tani. A do ta bësh atë që bore sonde? Aty? Hajde, jepi. A ke akordu çiftelinë? Jepi. Bravo. Shiko, to teknikat që janë të vështira, teknikat e në Shryt janë shumë të vështira, ë? Po. Jam munduar ti kopjoj në mënyrë sa më precize, por në një gabim. Jo, nuk është ti ke ardhur gjithmonë duke u kultivuar. Këto janë teknika vërtet të vështira, por sepse çiftelinë mësojnë shumë veta, po jo me këto lloj teknikash. Kështu që këtë u kam mësuar më shumë Pjetri, ë? Besoj, ë? Me shumë përkushtim. Shumë bukur. Mirë, shumë urime, do t'ju bëj një herë bashkë të treve.